Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës si dhe Dhoma e Tregtisë e Almerisë së Spanjës nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi e cila ka në fokus të saj forcimin e marrëdhënieve në fushën e agroturizmit dhe energjisë alternative. Kryetari i Dhomës së Tregtisë Nikolin Jaka tha se kjo akt marrëveshje do të shërbejë në shfrytëzimin e eksperiencave mes dy vendeve tona në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Dhe është një ndër dhomat më e specifikuar dhe profesionalizuar për menaxhimin e projekteve IPA, projekte të Bashkimit Evropian. Kjo është një marrëveshje që shërben bashkëpunimit të dhomave të tregtisë, njëkohësisht Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë ka rastin të shfrytëzojë eksperiencën e dhomës së Almerisë për të përpunuar dhe për të fokusuar projektet në sektor të ndryshëm të ekonomisë së vendit. Ndërsa kreu i Dhomës së Tregtisë së provincës së Spanjës Almerisë u shpreh se bizneset spanjolle janë të interesuar të investojnë në Shqipëri. Hay algunas empresas españolas que están interesadas en venir a Albania. Mendoj se kushtet e Shqipërisë për investimet e vendit tonë janë shumë interesante për investitorët e huaj spanjoll dhe gjithashtu Spanja është e interesuar për një investitor nga Shqipëria të investojë në Almeri. Aquí de Albania que puedan estar interesados en también venir a Almería a invertir. Sa kaq në ditët në vijim pritet të ngrihen grupe pune në shërbim të marrëveshjes së nënshkruar.